se një hetim serioz do të bëhet nga parlamenti për këtë çështje. Në dosjen Balluku, nga 6.500 mesazhe, 3.800 janë të Edi Ramës. Në një aspekt, Balluku është thjesht, një shërbëtor e tij, mirë t'i bëhet. Por dosja më e tmerrshme, më pa shembull, është Akshi. Është Akshi, dosje me Akshi me të cilin Edi Rama plaçkiti nëpërmjet Bazhanakut me qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin, qindra milion euro. Jo vetëm kaq, por aty me Ergys Agasin, mirëlinden e Akshit, plaçkitën të dhënat personale të gjithë shqiptarëve. Vunë në kontroll cilin do shqiptar dhe të huaj që dëshonin. U urdhruan marrje peng, u morën peng, u emruan dhe u shkarkuan ministra që të gjitha në përputhje me interesat kriminale Rama Agasi. Pra, Edi Rama duhet jap urgjentisht dorëheqjen. Revolta dhe zemrimi i qytetarëve ndaj Edi Ramës po arrin nivelet e revoltës dhe zemrimit të qytetarëve shqiptar ndaj kultit të Enver Hoxhës. Po arrin. Çka do të thotë, do të bëhet